Platforma e Albania është hapur zyrtarisht pas ndërprerjes së përkohshme që shkaktoi shqetësime tek mira përdorues në të gjithë vendin. Autoritetet bëjnë me dije se sistemi tashmë funksionon normalisht dhe qytetarët mund të aksesojnë sërish nëpërmjet shërbimeve online, duke filluar nga dokumentat personale, aplikimet për certifikata, shërbimet tatimore, lejet e ndryshme dhe deri tek procedurat administrative që përdoren çdo ditë nga individë dhe biznese. Sipas përfaqësuesve të institucioneve përgjegjëse, gjatë periudhës së ndërprerjes janë kryer përmirësime teknike dhe masa shtesë sigurie për të garantuar stabilitetin dhe mbrojtjen e të dhënave të përdoruesve. Ata theksojnë se prioritet ka qenë rikthimi i shërbimeve në kohë sa më të shpejtë dhe me standarde më të larta sigurie digjitale. Qytetarë të shumtë kanë reaguar pas rikthimit të platformës, pasi shumë procedura administrative ishin pezulluar përkohësisht. Në disa qytete janë vërejtur edhe radhë pranë sporteleve fizike gjatë ditëve të fundit, për shkak të pamundësisë për të marrë dokumenta online. Ekspertët e teknologjisë shprehen se sistemet digjitale kërkojnë mirëmbajtje të vazhdueshme dhe investime të forta në sigurinë kibernetike, sidomos në një kohë kur shërbimet publike po kalojnë gjithnjë e më shumë në format online. Qytetarët duhet të raportojnë çdo problem teknik apo vonesë gjatë përdorimit të platformës në mënyrë që çdo situatë të zgjidhet sa më shpejt. Rihapja e Albania konsiderohet një hap i rëndësishëm për rikthimin e normalitetit në shërbimet publike digjitale dhe për lehtësimin e procedurave për qytetarët shqiptar brenda dhe jashtë vendit.